Pra po një duhet falenderoj organizatorë që kanë bërë të mundur të organizimin së festës, që është deputeti Ylli Shehu, Sheh Veseli, por edhe gjithë banorët e zonës, sepse kanë bërë të mundur ta promovojnë për 3 vite shtati radhazi të zonë mrekullueshme si që do të bëhet bardhë, Bjeshkët fakt Buzmallës. Realisht është një pikë shumë e bukur, lokatori është shumë afër nesh nga ku vimi ne. Kjo ka një histori, kjo Bjeshkë për këto banorë të zonës, por jo vetëm. Në ndërkohë i bëjmë thirrje gjithë turistëve, vendos apo të huaj, që është një perlë, mas disa perlave tjera që në fakt kemi vizituar e kemi promovuar në gjithë territorin e Bashkisë Kukësit, edhe kjo ja vlen dhe mendojmë që me kalimin e kohës ta bëjmë festë zyrtare. Duke përmirësuar edhe Këshilli Bashkiak që kjo festë tradicionale tashmë për 3 vite që e ka organizuar Ylli me Sheh Veseli, por edhe me banorë të tjerë, ta bëjmë dhe ta fusim dhe si festë zyrtare për të organizuar çdo vit dhe të ketë një datë fikse që gjithë turistët, jo vetëm nga kjo zonë, emigrantët, jo vetëm zonës Buzmallës apo zonës Bryqçajës apo zonës Ture apo zonave të tjera të territorit Bashkisë Kukësit, por edhe ata që janë në Tiranë të vinë dhe të shikojnë të mrekullitë që në fakt Zoti ja ka falë këtij vendi dhe ne duhet patjetër dorë njeriu dhe duhet falenderoj edhe shefin që ka hapur një rrugë, ka bërë të mundur rrugën nga Buzmallë, fshati Buzmallë dhe në Bjeshkë. Struktura ma të na ka mbledh këtu. Po, edhe kjo falë këtyre kemi thënë fakt çdo Bjeshkë që është një nga perlat e turizmit të Kukësit duhet të aksesohet nëpërmjet rrugëve. Dhe me shpenzimet e vete ka hapur të rrugë dhe unë duhet ta falenderoj pa mas. Sheh Veselin edhe deputet Yllin edhe të gjithë ata që realisht vinë dhe tashmë e kanë rrugën gatshme, rrugën e hapur, mund vinë dhe siç kanë ardhur sot, çdo vit vinë të kushtuar dhe promovim më të mirë se sa i bëjnë vetë emigrantët, turistët, vendos apo të huaj kësaj zone nuk ka. Kështu që jemi sot këtu për ta promovuar këtë zonë dhe për t'i bërë thirrje gjithë turistëve, huaj apo vendos që të shikojnë këtë zonë se një zonë e mrekullueshme. Pas për organizimin për gjithë për këtë traditë madhështore që është zonën tuaj, edhe inshallah vit pas viti shtohen akoma më shumë, provojmë akoma më shumë zona të tilla të bukura siç është zona e Buzmallës, Kitoj Bardh, edhe ta gëzojmë festën bashkë me Vesel Shehun, bashkë me tyje, me gjithë banorët e Buzmallës, se realisht kjo është një mrekulli që ja ka pa natyra dhe ne duhet të bëjmë gjithçka që s'ka bërë Shehu të hapë të rrugë. Falenderoj në ratë parë kryetarin e bashkisë sot që bërin pjesë në festë, siç e tha dhe kryetari për disa vite, kjo ka nisë të bëhet një festë tradicionale, e cila domethënë po vjen çdo vit banorët e fshatit Buzmallë, jo vetëm banorë që ndodhen këtu, por edhe nga Tirana, nga gjithë Shqipëria, por kanë ardhur edhe emigrantë, kanë ardhur edhe të fshatrave të qyteteve të tjera, nga Tirana, nga gjithë Shqipëria, dhe më vjen shumë mirë. Jam shumë i lumtur që me të vërtet sot ka marrë një përmas goxha të madhe për kaq vite sa ne kemi vazhduar për ta bërë këtë festë. Dhe jam i emocionuar sepse në këto Bjeshkë, në këto treva, në këto hapësira, jam rrit dhe jam banor, jam i ri i fshatit Buzmallës. Është diçka veçantë që përmenden
I falenderoj Ylli Shehin edhe Veselit që i bashkoj gjithë njerëzit këto, se nuk jam vetëm prej Shqipërisë, por gjithë shtetet e botës që vinë këto edhe bashkohen, se sot i më shpërndan gjithë botën. Në radhë parë njerë përshnes gjithë popullin e Buzmadhes, mikpritës, bujarë edhe trim. Unë këtë bishk kam jetuar një vit. Buzmet a janë organizator që nuk i ka kjo zonë. Se unë vinë nga pushtrisë dhe lidhna me kufi. Por gjatë kohës parë, ka përpru blektorinë e pedhe në shkrujës të. Janë bujarë të mëlej, pritës, edhe e meritojnë lavdatë. Nga ana tjetër, falenderoj Veselin Shehin bashkë me djente vetë, që o bërë sebeb dhe hapi rrugën për të lidhë me Kuksin, me qytet. Se këto zona, dhije se o zona vdekme kanë qenë për parë. Kushin gjalli këto zona. Këto i gjalli Shqipur, sa të gjithë. Gjithë si është fshati Buzmadhe. Ashtë me pjesh, ashtë me shesh shumë të rrugën, edhe me plektoritë madhe ka konë gjithë por kjo, po ta shti gradualisht të rritë ashtu në po, prapë se prapë në venin e jeshojnë pak, kemi plektori, kemi një unitet shumë të matë si fshat, që mlidha dhe jemi gjithë njështë dhe nuk kemi asni fërkim mas një në tjene. I falenderojm shumë këto që u bonë se betë. Që u bonë se
Rapa një du të falenderoj organizatorë që kanë përfundur të organizimin e kësaj feste, që është deputeti Ylli Shehu, Sheh Veseli, por edhe gjithë banorët e zonës, sepse kanë përfundur ta promovojnë për 3 vite Kati Rradhazi, në zonë mrekullueshme si Shqipëri Lloj Bardh, Bjeshkët fakt të Buzmallës. Realisht është një pikë shumë e bukur, lokatori është shumë afër nesh nga këtu ku jemi ne. Kjo ka një histori, kjo Bjeshkë për këto banorët e zonës, por jo vetë, edhe i bëjmë thirrje gjithë turistëve, vendos apo të huaj, që është një perlë, mas disa perlave tjera që në fakt kemi vizituar e kemi promovuar në gjithë territorin e Bashkisë Kufësit, edhe kjo ja vlen dhe mendojmë që me kalimin e kohës ta bëjmë festë zyrtare. Duke propozzuar edhe Këshilli Bashkiak që kjo festë tradicionale tashmë për 3 vite që e ka organizuar Ylli me Sheh Veselin, por edhe me banorët e tjerë, ta bëjmë dhe ta fusim dhe si festë zyrtare për të organizuar çdo vit dhe të ketë një datë fikse që gjithë turistët, jo vetëm nga kjo zonë, emigrantët, jo vetëm zonës Buzmallës apo zonës Bryqçajës apo zonës Ture apo zonave të tjera të territorit të Bashkisë Kufësit, por edhe ata që janë në Tiranë të vinë dhe të shikojnë të mrekullitë që në fakt Zoti ja ka falë këtij vendi dhe ne duhet patjetër dorë njeriu dhe duhet të falenderoj edhe Shehu që ka hapur një rrugë, ka bërë të mundur rrugën nga Buzmallë, fshati Buzmallë dhe ndjesh. Struktura ma të na ka mbledh këtu. Po, edhe kjo fal tyre kemi thënë fakt çdo Bjeshkë që është një nga perlat e turizmit të Kufësit duhet të aksesohet nëpërmjet rrugëve. Dhe me shpenzimet e vete ka hapur të rrugë dhe unë duhet ta falenderoj pa mas. Sheh Veselin edhe deputet Yllin edhe të gjithë ata që realisht vinë dhe tashmë e kanë rrugën gatshme, rrugën e hapur, mund të vinë dhe siç kanë ardhur dhe sot, çdo vit vinë duke kushtuar dhe promovim më të mirë se sa i bëjnë vetë emigrantët, turistët, vendos apo të huaj kësaj zone nuk ka. Kështu që jemi sot këtu për ta promovuar këtë zonë dhe për t'i bërë thirrje të turistëve, apo vendos që të shikojnë këtë zonë e mrekullueshme.
udhëzimin për gjithë për këtë traditë mastore që është zonën tuaj, edhe inshallah vit pas viti shtohen akoma më shumë, provojmë akoma më shumë zona të tilla të bukura si është zona e Buzmallës, Kipër e Bardhë, edhe takzoni thesën bashkë me Vesel Shehun, bashkë me tyje, me gjithë banorët e Buzmallës, se realisht kjo është një mrekulli që ja ka pa natyra dhe ne duhet të bëjmë gjithçka që s'ka bërë Shehu të hapë të rrugë. Falenderojmë nga parë kryetarin e bashkisë sot që bërin pjesë në këtë festë, siç e tha dhe kryetari për disa vite, kjo ka nisur të bëhet një festë tradicionale, e cila domethënë po vjen çdo ditë banorët e fshatit Buzmave, jo vetëm banorë që ndodhin këtu, por edhe nga Tirana, nga gjithë Shqipëria, por kanë ardhur edhe emigrantë, kanë ardhur dhe të fshatrave të qyteteve tjera, nga Tirana, nga gjithë Shqipëria, dhe më vjen shumë mirë. Jam shumë i lumtur që me të vërtet sot ka marrë një përmas goxha të madhe për kaq vite sa ne kemi vazhduar për ta bërë këtë festë. Shpresoj që vitet në vazhdim të vazhdojë të bëhet akoma më mirë. Dhe jam i impresionuar sepse në këto pjeshtë, në këto treva, në këto hapësira, jam rrit dhe jam banor, jam njëri i fshatit Buzmallë. Është diçka veçantë që përmenden. I falenderoj Yllin Shehin edhe Veselit që i bashkoj gjithë njerëzit këto, se nuk jam vetëm prej Shqipërisë, por gjithë shtetet e botës që vinë këto edhe bashkohen, se sot i më shpërndan gjithë botën. Në radhë parë njerë përshnes gjithë popullin e Buzmallës, mikpritës, bujarë edhe trim. Unë këtë beshkë kam jetuar një vit. Buzmët janë organizatorë që nuk i ka kjo zonë. Se unë vinë nga pushtërisë me lidhna me kufin. Por gjatë kohës parë, ka përpru blektorinë e pedhët në shkruajtë. Janë bujarë të mëdhej, pritës, edhe e meritojnë lavdat. Nga ana tjetër, falenderoj Vesel Shehin bashkë me djemtë e vetë, që o bësebeb dhe hapi rrugën për të lidhë me Kuksin, me qytet. Se këto zona, dhije se zona të vdekme kanë qenë për parë. Kushin gjalli këto zona. Këto i gjalli Shqipur, Safetgjisi. Gjithë kjo është fshati Buzmallë. Ashtë me pjeshk, ashtë me shesh shumë të rrugën dhe edhe me pektorit modë ka konë gjithmur. Kjo, po të ashti gradualisht të rritë ashtu në po, prapë se prapë në venin e jeshojmë pak. Kemi pektori, kemi një unitet shumë të matë si fshat, që mlidha dhe jemi gjithë njështë dhe nuk kemi asni fërkim në asnjë anë tjetër. I falenderojmë shumë këto që u bënë se betë.
Rrafë duhet falenderoj organizatorë që kanë bërë mundur të organizimin e kësaj feste, që është deputeti Ylli Shehu, Sheh Veseli, por edhe gjithë banorët e zonës, sepse kanë bërë mundur ta promovojnë për 3 vite Kati Rradhazi, të zonë mrekullueshme si quhet Mbrojtje Bardh, Bjeshkët fakt Buzmallës. Realisht është një pikë shumë e bukur, lokatori është shumë afër nesh nga këtu ku jemi ne. Kjo ka një histori, kjo Bjeshkë për këto banorët e zonës, por jo vetëm. Në natyralisht I bëjmë thirrje gjithë turistëve, vendas apo të huaj, që është një perlë, mas disa perlave tjera që në fakt kemi vizituar e kemi promovuar në gjithë territorin e Bashkisë Kukësit, edhe kjo ja vlen dhe mendojmë që me kalimin e kohës ta bëjmë festë zyrtare. Duke propozzuar edhe Këshilli Bashkiak që kjo festë tradicionale tashmë për 3 vite që e ka organizuar Ylli me Sheh Veseli, por edhe me banorë të tjerë, ta bëjmë dhe ta fusim dhe si festë zyrtare për të organizuar çdo vit dhe të ketë një datë fikse që gjithë turistët, jo vetëm nga kjo zonë, emigrantët, jo vetëm zonës Buzmallës apo zonës Gryfçajës apo zonës Ture apo zonave të tjera të territorit Bashkisë Kukësit, por edhe ata që janë Tiranë të vinë dhe të shikojnë të mrekullitë që në fakt Zoti ja ka falë këtij vendi dhe ne duhet patjetër dorë njeriu dhe duhet falenderoj edhe Shehu që ka hapur një rrugë, ka bërë të mundur rrugën nga Buzmallë, fshati Buzmallë dhe në Bjeshkë. Struktura ma të na ka mbledh këtu. Po, edhe kjo fal këtyre kemi thënë fakt çdo Bjeshkë që është një nga perlat e turizmit të Kukësit duhet të aksesohet nëpërmjet rrugëve. Dhe me shpenzimet e vete ka hapur të rrugë dhe unë duhet ta falenderoj pa mas. Sheh Veselin edhe deputetin Yllin edhe të gjithë ata që realisht vinë dhe tashmë e kanë rrugën gatshme, rrugën e hapur, mund vinë dhe siç kanë ardhur dhe sot, çdo vit vinë të kushtuar dhe promovim më të mirë se sa I bëjnë vetë emigrantët, turistët, vendas apo të huaj kësaj zone nuk ka. Kështu që jemi sot tu për ta promovuar këtë zonë dhe për t'i bërë thirrje të gjithë turistëve, ju apo vendas që të shikojnë këtë zonë se një zonë e mrekullueshme. Pak për organizimin për gjithë për këtë traditë mashtore që është zonën tuaj, edhe inshallah vit pas viti shtohen akoma më shumë, provojmë akoma më shumë zona të tilla të bukura si zona e Buzmallës, Mbrojtje Bardh, edhe ta gëzoni festën bashkë me Vesel Shehun, bashkë me tyje, me gjithë banorët e Buzmallës, se realisht kjo është një mrekulli që ja ka pa natyra dhe ne duhet të bëjmë gjithçka që s'ka bërë Shehu të hapë të rrugë. Falenderojmë rreth parë kryetarin e bashkisë sot për morën pjesë në festë, siç e tha dhe kryetari për disa vite kjo ka nisë të një festë tradicionale, e cila domethënë po vjen çdo vit banorët e fshatit Buzmallë, jo vetëm banorët që ndodhin këtu, por edhe nga Tirana, nga gjithë Shqipëria, por kanë ardhur edhe emigrantë, kanë ardhur dhe të fshatrave të qyteteve të tjera, nga Tirana, nga gjithë Shqipëria, dhe më vjen shumë mirë. Jam shumë I lumtur që me të vërtet sot ka marrë një përmas goxha të madhe për kaq vite sa ne kemi vazhduar për ta bërë këtë festë. Shpresoj që vitet na të vazhdojë të vazhdojë dhe të bëhet akoma më të mirë. Dhe jam I impresionuar sepse në këto Bjeshkë, në këto treva, në këto hapësira, jam rrit dhe jam banor, jam njeri I fshatit Buzmallës. Është diçka veçantë që përmenden
I falenderojmë Yllin Shehit edhe Veselit që I bashkoj gjithë njerëzit këto, se nuk janë vetëm prej Shqipërisë, por gjithë shtetet e botës që vinë këto edhe bashkohen, se sot I shpërndan gjithë botën. Në radhë parë njerë përshnes gjithë popullin e Buzmadhes, mikpritës, bujarë edhe trim. Unë këtë bishk kam jetuar një vit. Buzmet a janë organizatorë që nuk I ka kjo zonë. Se unë vinë nga pushtërisë me lidhna me kufi. Por gjatë kohës parë, ka përpru blegtorinë e fellën në shkrujës të. Janë bujarë të nëhej, pritës, edhe e meritojnë lavdatë. Nga ana tjetër, falenderoj Vesel Shehin bashkë me djetë e vetë, që o basebet dhe hapi rrugën për të lidhë me Kuksin, me qytet. Se këto zona, dhije se o zona vdekme kanë qenë për parë. Pasën të pushin gjalli këto zona. Këto I gjalli Shqipur, sa fetëgjisi. Gjithë kjo është fshati Buzmadhe. Ashtë me djesh, ashtë me shesh shumë të rrugë, edhe me pektorinë modë ka konë gjithmorë. Kjo, po të ashti gradualisht të rritë ashtu në po, prapë se prapë në venin e jeshojnë pak. Kemi pektori, kemi një unitet shumë të madh si fshat, që mlidha dhe jemi gjithë njështë dhe nuk kemi asli fërkim me asë njëri tjetër. I falenderojmë shumë këto që U bonë se betë. Si U bonë se
Prapa një du të falenderoj organizatorë që kanë përfundur të organizimin së festës, që është deputeti Ylli Shehu, Sheh Veseli, por edhe gjithë banorët e zonës, sepse kanë bërë punë ta promovojnë për 3 vite shtati Rradhazi, dhe zonë mrekullueshme si quhet Bardh, Pjeshkët fakt Buzmallës. Realisht është një pikë shumë e bukur, lokatori është shumë afër nesh nga ku jemi ne. Kjo ka një histori, kjo peshkë për këto banorët e zonës, por jo vetëm. Në ndërmjet i bëjmë thirrje gjithë turistëve, vendos apo të huaj, që është një perlë, mas disa perlave tjera që në fakt kemi vizituar e kemi promovuar në gjithë territorin e Bashkisë Kukësit, edhe kjo ja vlen dhe mendojmë që me kalimin e kohës ta bëjmë festë zyrtare. Duke propozzuar edhe Këshilli Bashkiak që kjo festë tradicionale tashmë për 3 vite që e ka organizuar Ylli me Sheh Veseli, por edhe me banorë të tjerë, ta bëjmë dhe ta fusim dhe si festë zyrtare për të organizuar çdo vit dhe të ketë një datë fikse që gjithë turistët, jo vetëm nga kjo zonë, emigrantët, jo vetëm zonës Buzmallës apo zonës Gryfçajës apo zonës Ture apo zonave të tjera të territorit Bashkisë Kukësit, por edhe ata që janë në Tiranë të vinë dhe të shikojnë të mrekulli që në fakt Zoti ja ka falë këtij vendi dhe ne duhet patjetër dorë njeriu dhe duhet falenderoj edhe Shehu që ka hapur një rrugë, ka bërë të mundur rrugën nga Buzmallë, fshati Buzmallë dhe në Pjeshkë. Struktura ma të na kam lërë këtu. Po, edhe kjo falë tyre kemi thënë fakt çdo Pjeshkë që është një nga perlat e turizmit të Kukësit duhet të aksesohet nëpërmjet rrugëve. Dhe me shpenzimet e vete ka hapur të rrugë dhe unë duhet ta falenderoj pa mas. Sheh Veselin edhe deputet Yllin edhe të gjithë ata që realisht vinë dhe tashmë e kanë rrugën gatshme, rrugën e hapur, mund vinë dhe siç kanë ardhur sot, çdo vit vinë u kushtuar dhe promovim më të mirë se sa i bëjnë vetë emigrantët, turistët, vendos apo të huaj kësaj zone nuk ka. Kështu që jemi sot tu për ta promovuar këtë zonë dhe për t'i bërë thirrje të turistëve, tuaj apo vendos që të shikojnë këtë zonë se zonë e mrekullueshme. Pak për organizimin për gjithë për këtë traditë madhështore që është zonën tuaj, edhe inshallah vit pas viti shtohen akoma më shumë, provojmë akoma më shumë zona të tilla të bukura si zona e Buzmallës, Kitoj Bardh, edhe ta gëzojmë festën bashkë me Vesel Shehun, bashkë me tyje, me gjithë banorët e Buzmallës, sepse realisht kjo është një mrekulli që ja ka pa natyra dhe ne duhet të bëjmë gjithçka që s'ka bërë Shehu të hapë të rrugë. Falenderojmë rreth parë kryetarin e bashkisë sot për pjesë në këtë festë, siç e tha kryetari për 20 vite organizon voti festë tradicionale, e cila domethënë po vjen çdo vit banorët e fshatit Buzmallë, jo vetëm banorët që ndodhin këtu, por edhe nga Tirana, nga gjithë Shqipëria, por kanë ardhur edhe emigrantë, kanë ardhur dhe të fshatrave të qyteteve të tjera, nga Tirana, nga gjithë Shqipëria, dhe më vjen shumë mirë. Jam shumë i lumtur që me të vërtetë sot ka marrë një përmas goxha të madhe për kaq vite sa ne kemi vazhduar për ta bërë këtë festë. Shpresoj që vitet të vazhdojmë të vazhdojë të bëhet akoma më mirë. Dhe jam i impresionuar sepse në këto pjeshkë, në këto treva, në këto hapësira, unë jam rrit dhe jam banor, jam njeri i fshatit Buzmallës. Është diçka veçantë që përmenden
I falenderojmë Ylli Shehin edhe Veselit që i bashkoj gjithë njerëzit këto, se nuk jam vetëm prej Shqipërisë, po gjithë shtetet e botës që vinë këto edhe bashkohen, se sot i më shpërndan gjithë botën. Në radhë parë njerë përshnes gjithë popullin e Buzmadhes, mikpritës, bujar edhe trim. Unë të beshk kam jetuar një vit. Buzmet a janë organizatorë që nuk i ka kjo zonë. Se unë vinë nga pushtërisë dhe lidhna me kufi. Por gjatë kohës parë, ka përpru lektorinë e pedhe në shkrujës të. Janë bujarë të nëvej, pritës, edhe e meritojnë lavdatë. Nga ana tjetër, falenderoj Vesel Shehin bashkë me djetë e vetë, që o bërë sebeb dhe hapi rrugën për të lidhë me Kuksin, me qytetin. Se këto zona, dhije se në zona vdek me kanë qenë për parë. Kushin gjalli këto zona. Këto i gjalli Shqipur, sa felqisi. Gjithë si kjo është fshati Buzmadhe. Ashtë me djesh, ashtë me shesh shumë të rrugën, edhe me pektorit madhe ka kom gjithmor. Kjo po të ashti gradalisht të rritë ashtu në po, prapë se prapë në venin e jeshojnë pak. Kemi pektori, kemi një unitet shumë të madhë si fshat, që mlidha dhe jemi gjithë njështë dhe nuk kemi asli fërkim me asë njën e tjere. I fërgjerim shumë këto që u bonë se betë.
Rapani du të falenderoj organizatorë që kanë bërë të mundur të organizimin së festës, që është deputeti Ylli Shehu, Sheh Veseli, por edhe gjithë banorët e zonës, sepse kanë bërë të mundur ta promovojnë për 3 litër gati radhazi të zonë mrekullueshme si Çukullë Llori Bardh, Pjeshkët fakt të Buzmallës. Realisht është një pikë shumë e bukur, lokatori është shumë afër nesh nga ku jemi ne. Kjo ka një histori, kjo peshkë për këto banorët e zonës, por jo vetëm. Dhe natyralisht i bëjmë thirrje gjithë turistëve, vendos apo të huaj, që është një perlë, mas disa perlave tjera që në fakt kemi vizituar e kemi promovuar në gjithë territorin e Bashkisë Kukësit, edhe kjo ja vlen dhe mendojmë që me kalimin e kohës ta bëjmë festë zyrtare. Duke përgjigjur edhe Këshilli Bashkiak që kjo festë tradicionale tashmë për 3 vite që e ka organizuar Ylli me Sheh Veseli, por edhe me banorë të tjerë, ta bëjmë dhe ta fusim dhe si festë zyrtare për të organizuar çdo vit dhe këtë një datë fikse që gjithë turistët, jo vetëm nga kjo zonë, emigrantët, jo vetëm zonës Buzmallës apo zonës Bukçajës apo zonës Ture apo zonave të tjera të territorit Bashkisë Kukësit, por edhe ata që janë në Tiranë të vinë dhe të shikojnë të mrekulli që në fakt Zoti ja ka falë këtij vendi dhe ne duhet patjetër dorë njeriu dhe duhet falenderoj edhe shehun që ka hapur një rrugë, ka bërë të mundur rrugën nga Buzmallë, fshati Buzmallë dhe në Pjeshkë. Struktura ma të na ka mbledh këtu. Po, edhe kjo fal tyre kemi thënë fakt çdo Pjeshkë që është një nga perlat e turizmit të Kukësit duhet të aksesohet nëpërmjet rrugëve. Dhe me shpenzimet e vete ka hapur të rrugë dhe unë duhet ta falenderoj pa mas. Sheh Veselin edhe deputet Yllin edhe të gjithë ata që realisht vinë dhe tashmë e kanë rrugën gatshme, rrugën e hapur, mund vinë dhe siç kanë ardhur sot, çdo vit vinë duke ushtuar dhe promovim më të mirë se sa i bëjnë vetë emigrantët, turistët, vendos apo të huaj kësaj zone nuk ka. Kështu që jemi sot tu për ta promovuar të zonë dhe për të bërë thirrje të turistëve, tuaj apo vendos që të shikojnë të zonë se zonë e mrekullueshme. Pas për organizimin për gjithë për këtë traditë madhështore që është zonën tuaj, edhe inshallah vit pas viti shtohen akoma më shumë, promovojmë akoma më shumë zona të tilla të bukura siç është zona e Buzmallës, Llori Bardh, edhe ta gëzoni festën bashkë me Vesel Shehun, bashkë me tyje, me gjithë banorët e Buzmallës, sepse realisht kjo është një mrekulli që ja ka pa natyra dhe ne duhet të bëjmë gjithçka që s'ka bërë Shehu të hapë të rrugë. Falenderoj në ratë parë kryetarin e Bashkisë së Kosovës për bërin pjesë në festë, siç e tha dhe kryetari për disa vite, kjo ka nisë voti festë tradicionale, e cila domethënë po vjen çdo vit banorët e fshatit Buzmallë, jo vetëm banorë që ndodhen këtu, por edhe nga Tirana, nga gjithë Shqipëria, por kanë ardhur edhe emigrantë, kanë ardhur dhe të fshatrave të qyteteve të tjera, nga Tirana, nga gjithë Shqipëria, dhe më vjen shumë mirë. Jam shumë i lumtur që me të vërtetë sot ka marrë një përmas goxha të madhe për kaq vite sa ne kemi vazhduar për ta bërë këtë festë. Shpresoj që vitet na të vazhdojë të vazhdojë të bëhet akoma më të mirë. Dhe jam i impresionuar sepse në këto pjeshkë, në këto treva, në këto hapësira, jam rrit dhe jam banor, jam njeri i fshatit Buzmallë. Është diçka veçantë që përmendet
I falenderoj Ylli Shehin edhe Veselit që i bashkoj gjithë njerëzit këto, se nuk jam vetëm prej Shqipërisë, por gjithë shtetet e botës që vinë këto edhe bashkohen, se sot i më shpërndan gjithë botën. Në radhë parë njerë përshnes gjithë popullin e Buzmadhes, mikpritës, bujarë edhe trim. Unë këtë beshk kam jetuar një vit. Buzmet a janë organizator që nuk i ka kjo zonë. Se unë vinë nga pushtërisë me lidhna me kufin. Por gjatë kohës parë, ka parë lektorinë e pedhe në shkruajtë. Janë bujarë të mëdhej, pritës, edhe e meritojnë lavdat. Nga ana tjetër, falenderoj Vesel Shehin bashkë me djente vetë, që o bësebeb dhe hapi rrugën për të lidhë me Kuksin, me qytet. Se këto zona, dhije se zona vdek me kanë qenë për parë. Kushin gjalli këto zona. Këto i gjalli Shkipur, Safetgjisi. Gjithë kjo është fshati Buzmadhe. Ashtë me bjeshk, ashtë me shesh shumë të rjomën dhe edhe me pektorit madhe ka konë gjithë por kjo, po të ashti gradualisht të rritë ashtu unë e po, prapë se prapë në venin e jeshojnë pak, kemi pektori, kemi një unitet shumë të madhë si fshat, që mlidha dhe jemi gjithë njështë dhe nuk kemi asni fërkim në asë njërë tjetër. I falenderojmë shumë këto që u bonë se betë.
Unë rraf marrë një duhet falenderoj organizatorë që kanë bërë të mundur të organizimin e kësaj feste, që është deputeti Ylli Shehu, Sheh Veseli, por edhe gjithë banorët e zonës, sepse kanë bërë të mundur ta promovojnë për 3 vite Kati Radhazi, të zonë të mrekullueshme si Shqiput Lloj Bardh, bjeshkët fakt të Buzmallës. Realisht është një pikë shumë e bukur, lokatori është shumë afër nesh nga ku jemi ne. Kjo ka një histori, kjo bjeshkë për këto banorët e zonës, por jo vetëm. Në natyralisht i bëjmë thirrje gjithë turistëve, vendos apo të huaj, që është një perlë, mas disa perlave tjera që në fakt kemi vizituar e kemi promovuar në gjithë territorin e Bashkisë Kukësit, edhe kjo ja vlen dhe mendojmë që me kalimin e kohës ta bëjmë festë zyrtare. Duke propozzuar edhe Këshilli Bashkiak që kjo festë tradicionale tashmë për 3 vite që e ka organizuar Ylli me Sheh Veseli, por edhe me banorë të tjerë, ta bëjmë dhe ta fusim dhe si festë zyrtare për të organizuar çdo vit dhe këtë një datë fikse që gjithë turistët, jo vetëm nga kjo zonë, emigrantët, jo vetëm zonës Buzmallës apo zonës Gryfçajës apo zonës Ture apo zonave të tjera të territorit Bashkisë Kukësit, por edhe ata që janë Tiranë të vinë dhe të shikojnë të mrekulli që në fakt Zoti ja ka falë këtij vendi dhe ne duhet patjetër dorë njeriu dhe duhet falenderoj edhe Shehu që ka hapur një rrugë, ka bërë të mundur rrugën nga Buzmallë, fshati Buzmallë dhe ndjesh. Struktura ma të na kam mbledh këtu. Po, edhe kjo fal këtyre kemi thënë fakt çdo bjeshk që është një nga perlat e turizmit të Kukësit duhet të aksesohet nëpërmjet rrugëve. Edhe me shpenzimet e vete ka hapur të rrugë dhe unë duhet ta falenderoj pa mas. Sheh Veselin edhe deputetin Yllin edhe të gjithë ata që realisht vinë dhe tashmë e kanë rrugën e gatshme, rrugën e hapur, mund vinë dhe siç kanë ardhur dhe sot, çdo vit vinë të kushtuar dhe promovim më të mirë se sa i bëjnë vetë emigrantët, turistët, vendos apo të huaj kësaj zone nuk ka. Kështu që jemi sot tu për ta promovuar këtë zonë dhe për t'i bërë thirrje të turistëve, ju apo vendos që të shikojnë këtë zonë se një zonë e mrekullueshme. Pas për organizimin për gjithë për këtë traditë mastore që është zonën tuaj, edhe inshallah vit pas viti shtohen akoma më shumë, provojmë akoma më shumë zona të tilla të bukura si është zona e Buzmallës, Lloj Bardh, edhe ta gëzojmë festën bashkë me Vesel Shehun, bashkë me tyje, me gjithë banorët e Buzmallës, se realisht kjo është një mrekulli që ja ka parë natyra dhe ne duhet të bëjmë gjithçka që s'ka bërë Shehu të hapë të rrugë. Falenderojmë rreth parë kryetarin e bashkisë së sot që morën pjesë në këtë festë. Siç e tha kryetari, për disa vite kjo organizohet kot një festë tradicionale, e cila domethënë po vjen çdo vit banorët e fshatit Buzmallë, jo vetëm banorët që ndodhin këtu, por edhe nga Tirana, nga gjithë Shqipëria, por kanë ardhur edhe emigrantë, kanë ardhur dhe të fshatrave të qyteteve të tjera, nga Tirana, nga gjithë Shqipëria, dhe më vjen shumë mirë. Jam shumë i lumtur që me të vërtet sot ka marrë një përmas goxha të madhe për kaq vite sa ne kemi vazhduar për ta bërë këtë festë. Shpresoj se vitet na vazhdimit të vazhdojë edhe të bëhet akoma më të mirë. Dhe jam i impresionuar sepse në këto pjeshk, në këto treva, në këto hapësira, jam rrit dhe jam banor, jam njeri i fshatit Buzmallë. Është diçka veçantë që përmendem
I falenderojmë Ylli Shehin edhe Veselit që I bashkoj gjithë njerëzit këto, se nuk janë vetëm prej Shqipërisë, por gjithë shtetet e botës që vinë këto edhe bashkohen, se sot I shpërndan gjithë botën. Në radhë parë njerë përshnes gjithë popullin e Buzmadhes, mikpritës, bujarë edhe trim. Unë këtë bishk kam jetuar një vit. Buzmet a janë organizatorë që nuk I ka kjo zonë. Se unë vinë nga pushtërisë dhe lidhna me kufi. Por gjatë kohës parë, kam përpru blektorinë e fellën në shkrujës të. Janë bujarë të nëhej, pritës, edhe e meritojnë lavdatë. Nga ana tjetër, falenderoj Vesel Shehin bashkë me djente vetë, që o baselet dhe hapi rrugën për të lidhë me Kuksin, me qytet. Se këto zona, dhije se o zona vdek me kanë qenë për parë. Kushin gjalli këto zona. Këto I gjalli Shqipur, sa felqici. Gjithë kjo është fshati Buzmadhe. Ashtë me vjeshk, ashtë me shesh shumë të rjonë, edhe me plektorinë modë ka konë gjithmorë. Jo, po të ashti gradualisht të rritë ashtu unë po, prapë se prapë në venin, e jeshoj pak, kemi plektori, kemi një unitet shumë të madh si fshat, që mlidha dhe jemi gjithë njështë dhe nuk kemi asli fërkim me asë njënë tjetër. I falenderojmë shumë këto që U bonë se betë. Si U bonë se See